gëzohemi antarësimit edhe të Shqipërisë, sa më shumë që ecën përpara Shqipëria aq më mirë, të ketë vlerësim real të reformave edhe të progresit të Kosovës, pa e lidhur me progresin e Serbisë. Është lajm i mirë për Kosovën, është vend njohës, është vend nisor ndaj Republikës së Kosovës, që Irlanda me një diplomaci të mirë nga ana e shtetit të Kosovës do të mund ta shtynte çështjen përpara, së paku për të shqyrtuar kërkesa e Republikës së Kosovës. Jena në një moment geopolitik, përgjigjja e BE-s po ashtu është geopolitike, dhe sigurisht ne gëzohemi antarësimit edhe të Shqipërisë, sa më shumë që ecën përpara Shqipëria aq më mirë, dhe është vlerësim i Bashkimit Evropian se çka konsiderohet antarësimi përbëhet prej dy komponenteve. Është vlerësimi për në aspektin e meritës, pra reformat që kërkohen, që duhet të bëhen, por edhe aspekti politik. Ju e dini ta zëm që Maqedonia e Veriut kishte disa ngecje për shkak të disa kërkesave politike në proces. Dhe po ashtu edhe ne kemi dialogun pjesë përbërëse, progresin e dialog. Prandaj edhe keni parë deklaratat e kryeministrit Kurti që të ketë vlerësim real të reformave edhe të progresit të Kosovës, pa e lidhur me progresin e Serbisë. Sepse Serbia jo vetëm që nuk po ecë përpara, po ka edhe një mosdëshirë për të ecë përpara. Prandaj edhe ka rënë kaq mbrapa në indekset e demokracisë dhe sundimit ligjit. Kjo nuk është problem për neve në kuptimin e tyre të brendshëm, sado që problemet e brendshme të shteteve tentojnë të shpërfaqen si agresivitet jashtëm, por për ne është rëndësishme që të mos kapemi nga mungesa e vullnetit të Serbisë për normalizim, apo edhe nga progresi i tyre. Ne duhet ta kemi rrugën tonë të progresit dhe të vlerësohemi në bazën e meritës tonë. E që në të gjitha indikatorët dalim që kemi përparim të theksuar dhe që jemi në një fazë më dinamike të procesit dhe po mundohemi që të shtyjmë përpara konsensusin e BE-s. Pra, tani duhet punojmë edhe në këtë drejtim. Nuk i kemi ne si një shtet me kapacitetet, le të themi, të kufizuara në kuptimin e dinamikës që kërkohet të lobimit me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, me të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian, kërkon shumë energji, shumë kapitale, shumë njerëz, dhe ne po e bëjmë maksimumin që në këtë moment geopolitik të zgjerimit të shfrytëzojmë edhe presidencën e Irlandës, e cila është pro zgjerimit, që të shtyhet përpara në agjendë statusi i vendit kandidat. Sa do të arrijmë këtë, më varet shumë edhe nga i gjithë pozitivitetit që e krijojmë, le të themi, si shtet e si shoqëri, karshi agjendës reformave, karshi zgjerimit, pra duhet të ketë reflektim edhe tonë shtetëror e shoqëror, dhe në anën tjetër edhe reflektim edhe për Bashkimin Evropian, sepse vendimin duhet ta marrin ata. Është lajm i mirë për Kosovën, është vend njohës, është vend nisor ndaj Republikës së Kosovës, me aq sa kam parë unë për prioritetet e kësaj presidence do të jenë një lloj vazhdimësie e politikave të Bashkimit Evropian, pothuajse në të gjitha fushat, por për sa i përket Ballkanit Perëndimor, është evidente që politika e BE-s nuk ka ndryshuar, vendet do t'i afrohen Bashkimit Evropian sipas përmbushjes së standardeve, pra nuk do të ketë ndonjë antarësim në blok apo përhatër, por në bazë të kriterëve të cilat janë përcaktuar më herët. Pra, ai shtet i cili i plotson kriteret të BE-s mund t'i afrohet më shumë BE-s. Për sa i përket Kosovës, nuk ka ndonjë lëvizje, nuk ka ndonjë shqyrtim deri tani të kërkesës së saj për antarësim. Sigurisht që Irlanda me një diplomaci të mirë nga ana e shtetit të Kosovës do të mund ta shtynte çështjen përpara, së paku për të shqyrtuar kërkesa e Republikës së Kosovës, gjë që nuk është bërë deri tani. Por në qoftë se këtu vazhdon kriza institucionale, siç e kemi parë, nëse Kosova nuk ka përfaqësues legjitim të institucioneve, por vetëm një qeveri në detyrë, që nuk ka një parlament i cili funksionon, por që është i shpërndar ose jo efektiv, atëherë nuk besoj që do të ketë
ndonjë ndryshim për sa i përket statusit të Kosovës në raport me Bashkimin Evropian.